Po realisht pra ajo shumica atyre e zgjedh personin e parë, shumicë jashtë vullnetit, pra e dirigjuar nga vetë strukturat e tyre, pra ato nuk të votojnë në bazë disponimit është krejt normale, megjithatë ajo të votojnë me direktivë partijake, bile dhe etnike. Po situata brenda kampit të BDI-s pas kësaj raundit parë, pra, ju mendoni që do ketë më tej shpërbërje apo mund të rikthehen dhe më të fortë? Duhet një lider i ri? Në këtë situatë mendoj se gjendja do duhet të sanohet apo të instohet, të sanohet në kuadër të strukturës ekzistuese momentale, çështje e kohës të qenë se si do të vepron çdo kush, se sa do të jetë në disponim që të kupton realitetet, por në këtë moment pra nuk i nevojitet asaj partie që t'i bën turbulencat e panevojshme. Pra, me atë që kuptova, në gjykimin tuaj Ali Ahmeti nuk duhet largohet. Po, në këtë moment jo, për ta shohim rezultatin përfundimtar, besoj se ai është shumë i vetëdijshëm për këtë dhe nuk besoj që ka dhe i disponim që është shumë gjatë mbetet në kuadër të menaxhimit të kësaj partie, pra unë mendoj se ai nuk dëshiron të shkojë nga pozita e nënçmuar dhe shkelur dhe aty besoj që ka drejt. Nuk e nëse e kuptova sakt, do të largohet si fitues, se kishit fjalën. Po si fitues i merituar, e jo si fitues me çdo kush. Mendoj se votat cilët aktualisht janë marrë si vota popullore që ju emëroni, pra që kanë bëjnë me votimin e këshillave votues, ku çdo parti pra e ruan egoizmin e vet, ato vota janë pra fituese dominante tek kampusi shqiptar. Taravari ndikoi sepse zhurma ishte e madhe e lënjes së qeverisë të kalimit në opozit, por kishte efekt? Unë mendoj se pjesërisht edhe ka pas efekt, ndoshta mos prezenca e aty për shembull mund të krijote një distancë tjetër sa i përket komunës së Gostivarit. Megjithatë nuk i preferoj shumë këto lëvizjet e mëdha partijake. Për një skajnë. Me këtë rezultat që është deri tani, zgjedhjet e parakohshme bien si alternativë, si mundësi. Tani pra nuk mund të thirremi në atë se rezultati zgjedhor pra shndrohet në presion për të mbajtur zgjedhje tjera të ardhshme parlamentare të parakohshme, pra distanca duhet të jetë shumë më e madhe, ajo që përmendeu pak më parë 40.000 vota, pra mendohen që se është mbi 100.000 vota, pra apo rezultati 2-1 me partnerin që merr pjesë në qeveri, atëherë imponohet pra politikisht rotacioni ose mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme. Nga ajo që ju thatë pak më lartë, aq më tepër dhe tani që Biladhi është në Tetov, Izet Mexhiti në Çajir, në qeveri, duket sikur nuk ka një zët fort për shqiptarët. Përtej edhe numrave që ju thatë, nga vetëm 7 janë 7 deputetë që janë në ekzekutiv. Për të pas fuqi, pra që ta ngritni zërin